Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rinisi rreshtit e dëborës në qarkun e Korçës, konkretisht në aksin rrugor Boboshti-Zdar, dhe autoritetet kanë nisur pastrimin e rrugës me bor pastrues dhe edhjen e kripës. Aktualisht nuk raportojnë akse rrugore të bllokuara, apo të cilat kalojnë me vështirësi për qarkullim. Sipas prefekturës së Korçës, qarkullimi është normal në të gjitha akset kryesore të qarkut, ndërkohë stafi i drejtorisë qendërlidhje të autoritetit rrugor shqiptar po i monitoron akset rrugore për të garantuar ndërhyrjet e menjëhershme aty ku është e nevojshme. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron Shqipërinë se nëse integrimi në Bashkimin Evropian do të ndodhë pa rritur cilësinë e ekonomisë dhe të vlerës së punës, emigrimi do të përforcohet më shumë. Fondi vuri në duke se Shqipëria ka përqindjen më të lartë të individëve në rajon që deklarojnë se kanë gjasa të emigrojnë në dekadën e ardhshme ose që synojnë të largohen brenda 12 muajve. Ky nivel i lartë i gatishmërisë për emigrim krahasuar me vendet e tjera të Europës qendrore dhe lindore sugjeron një mungesë besimi në perspektivat ekonomike dhe sociale në vend, si dhe dobësitë të tregut të punës për të ofruar mundësi cilësore dhe të qëndrueshme, thuhet në vlerësimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Të ardhurat për frymë në Shqipëri janë 34% e mesatare së Bashkimit Evropian. Zyra e rregullatorit të energjisë u ka bërë thirrje qytetarëve dhe bizneseve në Maqedoninë e Veriut që të tregojnë të kujdesshëm dhe racional në përdorimin e energjisë elektrike. Kursimi i energjisë, veçanërisht në orët e kërkesës maksimale, ndihmon drejt për drejt në stabilitetin e sistemit dhe në sigurimin e furnizimit vazhdueshëm për gjithë konsumatorët, thuhet në reagimin e ZRS. Qeveria e Maqedonisë së Veriut shpalli një gjendje të krizës 7 ditore për furnizimin me energji elektrike për shkak të ndërprerjeve në furnizimet me naftë nga Greqia. Ky vendim i lejon kompanitë shtetërore të energjisë elektrike SM të përdorë rezervat të detyrueshme shtetërore të naftës pa kompensim, tha qeveria në një deklaratë. Më herët, ajo i ka kërkuar qeverisë të shpallte gjendje të krizës për shkak të vështirësive në furnizimin me linjë dhe naftë nga Greqia. Kompania i atribuoi ndërprerjet bllokadave të vendosura nga fermerët grek në pikat kufitare në Maqedoninë e Veriut, të cilat kanë ndikuar në furnizimin e burimet kryesore të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike. Ministri i Ekonomisë Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Durmishi, vlerëson se çmimet e produkteve janë të larta për festa, por të qëndrueshme. Në intervistë televizive, Durmishi vlerësoi se është vetëm perceptimi i qytetarëve për rritjen e çmimeve për festa. Të gjithë artikujve ushqimor në bazë vjetore, gjendja është stabile. Është ai perceptim i qytetarëve. Në qoftë se do të hasim ndonjë ndryshim, do thoya drastik, ndonjë rritje drastike të çmimeve, sa i përket atyre ushqimor dhe ushqimor me pakicë, posaçërisht në ndrimin e motmoteve në festat e fundvitit, ne do të veprojmë. Bota. Rusia është gati të angazhohet për të hartuar një pakt të ndërsjellë mossulmimi me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Kjo u sigurua nga zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme, Maria Zaharova, sipas kanaleve të medjave sociale të ministrisë. Gatishmëria për të formalizuar ligjërisht mungesën e planeve agresive ndaj NATO-s dhe Bashkimit Evropian në baza reciproke është një vazhdim logjik i qasjes parimore të Rusisë, tha Zaharova. Rusia është gati të formalizojë këto angazhime me shkrim, deklaroi zëdhënësia e diplomacisë ruse. Deklarata vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin u informua në orët e fundit për progresin e bërë në negociatat me kryenegociatorin e Kremlinit, Kirill Dmitriev. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.